cila ishte ajo metoda e fesë islame, metoda kuranore, profetike, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për ta bërë leximin jo një çështje që i tangon dhe i preokupon vetëm të diturit, atyre të cilët Allahu subhanahu wa taala i kishte dhënë inteligjencë dhe ishin dietar thjesht të kohës së tyre. Ajo metodë ishte duke e bërë kërkimin e dijes, kërkimin e diturisë si një obligim për çdo musliman. Thon vjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe thot: "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Që do të thon, kërkimi i diturisë është fars. Do thon është detyrim për çdo musliman. Dhe tashmë kjo praktikë që dominonte në botë në atë kohë, flasim për kohën kur thriste Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, para 15 shekujve. Praktika ishte që dietarët ishin të izoluar nga masa e gjerë. Tash vjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vjen Kurani që e bën kërkimin e diturisë një detyrim fetar. E bën një detyrim fetar. Nuk ka më të diturit të qëndrojnë të izoluar, veçmas të kenë muhabetet e tyre, bisedat e tyre, diskutimet e tyre, analizat e tyre, mirë po larg realitetit dhe jetës së përditshme në cilën kanë jetuar njerëzit. Nuk ka më thënë të vazhdoj kjo praktikë, por thjesht të bëhet dituria detyrim për secilin musliman. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. E tash kur bëhet dituria, më thënë detyrim për secilin musliman, atëherë duhet të gjithë të lexojnë, duhet të gjithë të pyesin, duhet të gjithë të interesohen. Dhe kur paraqitet kjo nevojë për të realizuar këtë obligim fetar, dietarët duhet të jenë në afërsi, se të gjithë nuk janë dietar. Çdo herë, më thënë, dietarët janë 1% e vogël e popullatës dhe është masa e gjerë. Dhe dietarët e kanë për obligim sipas islamet që të bashkëjetojnë, të gjenden aty ku janë njerëzit, jo të vetmohen nëpër male, të vetmohen nëpër pallate, jo. Dietarët duhet të jenë me njerëzit për të luajtur rolin e mësuesve dhe udhëzuesve. Ashtu siç ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj një prej vërejtjeve që ja kanë bërë idhujtarët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kanë thënë, ç'është ky profet i cili ha ushqim sikur ne dhe ec nëpër treg. Ky ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qëndruar me besimtarët, ka qëndruar ku kanë qëndruar ata, ka fjetur, ka luftuar ku kanë luftuar ata. Ka dalë, ka punuar, ka dalë, më thënë, ka ecur nëpër treg, sikurse të gjithë njerëzit. Mirë po, të dishmit në kulturën islame duhet që të përhapin diturin, të përhapin Kur'anin, hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të përhapin të mirën në përgjithësi, të përhapin dijen, shkencën,